Ditët e fundit në shtëpinë e Big Brother Kosova kanë nxjerrë në pa një ndryshim të dukshëm në sjelljen e Benitës ndaj Klodit. Afrimiteti mes tyre është bërë gjithnjë e më i dukshëm, duke ndezur reagime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Shikuesit kanë vënë re se Benita po e përjeton këtë marrëdhënie me intensitet të lartë emocional, duke mos e fshehur më interesin dhe ndjenjat e saj për Klodin. Në prani të tij, Benita shfaqet më e qeshur, më e relaksuar dhe më e përqendruar tek ai. Gjuha e trupit të saj flet më shumë se fjalët, lëvizjet e afërta, qëndrimi pranë tij dhe kërkimi i vazhdueshëm i vëmendjes së Klodit janë interpretuar nga publiku si shenja të një tërheqjeje të fortë. Shikimi i saj shpesh ndalet tek ai, me sy që reflektojnë emocion dhe përfshirje, duke treguar se kjo nuk është më thjesht lojë apo flirt i rastësishëm. Momente të tilla, ku Benita afrohet fizikisht pranë Klodit, ulet pranë tij apo kërkon kontakt të vazhdueshëm, kanë bërë që shumë banorë të dyshojnë se ajo është thellësisht e përfshirë emocionalisht. Këto situata janë komentuar gjerësisht, pasi ndodhin në një kontekst ku Klodi ka pasur më parë afrimitet edhe me Elionën, gjë që e bën gjithë dinamikën edhe më të ndërlikuar. Publiku është i ndarë në mendime. Një pjesë e shikuesve besojnë se Benita është realisht e dashuruar dhe se sjellja e saj është thjesht shprehje e ndjenjave të sinqerta. Të tjerë mendojnë se ajo po përpiqet të rikthejë vëmendjen e Klodit dhe të mos mbetet në hije, sidomos pas afrimit të tij me banore të tjera. Në rrjetet sociale, komentet variojnë nga mbështetja dhe empatia për Benitën deri te kritikat që e akuzojnë për teprim emocional. Nga ana tjetër, Klodi duket se e pranon këtë afrimitet, por shpeshherë mban një qëndrim më të rezervuar, duke mos e sqaruar plotësisht pozicionin e tij. Kjo paqartësi vetëm sa e ushin më shumë pasigurinë dhe tensionin brenda shtëpisë, duke e kthyer marrëdhënien e tyre në një nga boshtet kryesore të këtij edicioni. Në